7 herë kampioni i botës në Formula 1 Michael Schumacher ka qenë e hije për më shumë se 10 vjet që nga aksidenti i rënd i skijimit në Alpe në dhjetor të vitit 2013. Që atëherë imazhi i tij publik është ngrirë në epokën e dominimit të pistave, ndërsa gjendja e tij shëndetësore mbetet një nga sekretet më të ruajta urar në botën e sportit. Pas shumë vuajtje, shtrimi në spital dhe kujdesi intensiv, Schumacher u transferua në shtëpinë e tij në Zvicër, ku mbështetja e tij terapeutike vazhdon edhe sot e kësaj dite. Familja e tij ka zgjedhur me vetdije të mbajë çdo detaj të shëndetit të tij larg syve të publikut. Kjo zgjedhje ka krijuar shumë pikë pyetje, spekulime deri edhe kritika, por për ata që janë afër Schumacherit është një çështje digniteti dhe mbrojtja e njeriut, jo heroi të Formula 1-shit. Çfarë dim sot? Në një deklaratë të fundit, gazetari gjerman i RTL, Felix Gorner, hodhi pa dritë mbi realitetin e vërtet dhe mjaft ashpër. Siç përmendi ai, Schumacher është plotësisht i varur nga kujdestarët e tij dhe nuk mund të flasë për veten e tij. Ai ka nevojë për kujdes të plot. Gjithçka kontrollohet dhe menaxhohet saktësisht. Është një situatë shumë e vështirë, tha ai. Familja e Michael lejon qasjen tek ai vetëm për një rreth të ngushtë prej 20 personash. Mes tyre sigurisht është edhe miku i tij i vjetër dhe ish shefi i Ferrarit, Jean Todt, i cili e viziton rregullisht. Ai nuk është më Michael që ne njihnim, por ai është këtu, dhe kjo është ajo që ka rëndësi, thot Todt. Vendimi për të mos dhënë detaje për shtyp nuk ishte pa pasoja. Në një aspekt të errët të çështjes, një shtrupër e familjes tentoi të fitonte para duke u përpjekur të shiste foto personale dhe dokumente mjekësore. Çështja arriti në gjykatë duke nxjerrë në pa shpirtësinë e disave. Megjithatë, një ekip i vogël dhe i besuar qëndron vazhdimisht pranë Schumacherit dhe familjes së tij, duke ofruar mbështetje mjekësore dhe forcë psikologjike. Nuk është e lehtë, por njerëzit e saj vazhdojnë të shpresojnë, ndoshta jo për mrekulli, por për një jetë të përditshme me dinjitet, dashuri dhe kujdes të heshtur. Heroi pas të eshtjes. Michael Schumacher është ende këtu, ndoshta jo siç e kujtojmë ne, por ai jeton në zemrën e familjes së tij, në kujtimet e miqve të tij, në sytë e miliona fansave që ende shpresojnë për një shenjë. Hashtag Schumacher është një mënyrë e qetë dhe respektueshme për të nderuar garën më të vështirë të jetës së tij, një garë pa duar trokitje, pa flamuj me dam, një garë e brendshme, por ndoshta më e guximshme nga të gjitha ato që ai ka realizuar në jetën e tij plot lavdi.